edhe një herë. Në një seancë që zgjati 4 orë gjysmë, Këshilli Bashkiak I Tiranës votoi projekt buxhetin për vitin 2026 që ka vlerën e 39 miliardë lekëve. Abstenim kundër miratohet. Buxheti mori vetëm votat e këshilltarëve socialist, pasi opozita ishte kundër, duke arsyetuar që projekt buxheti nuk I përgjigjet realitetit dhe problematikave të Tiranës. Vota jon është kundër, dhe ju lutem, jeni të përgjegjshëm. Ja ku I keni. 29 amendamentet tona, merreni miratojni. Ndryshe, çdo gjë tjetër është fjalë dhe thjesht propagandë nga juaj. Partia Demokratike paraqiti 29 amendamente që lidhen me uljen e taksës mbi pronën, subvencionimin e plotë të tarifës së ushqimit për fëmijët në çerdhe apo kopshtet publike dhe përmirësimin e elementeve të sigurisë në zonat përreth shkollave, të cilat nuk u votuan nga mazhoranca. Moslejimi nga SPAK I kryetarit Erion Veliaj në shqyrtimin e buxhetit për vitin 2026 u ngrit si shqetësim nga këshilltari Fabian Topollaj, I cili vuri në pikpyetje vlefshmërinë e miratimit të buxhetit pa dakordsinë e kryebashkiakut. Hipotetikisht, ky projekt buxhet edhe po të kalohet në votat tona sot, mund të konsiderohet I pavlefshëm. Mungesa në detyrë e Veliajt u arsyetua nga grupi socialist I këshilltarëve si shkak I realizimit të buxhetit aktual në nivelin 57%, të cilin dhe vetë kryebashkiaku pak ditë më parë e cilësoi si niveli më I ulët në 10 vitet e fundit. Pasoja nga mosardhja e kryetarit në detyrë është kjo që ne kemi sot, 40% mos realizim në buxhetit. Besoj për 2026-ën do kemi një realizimin e plot të buxhetit. Buxheti I vitit 2026 për Bashkinë e Tiranës do të jetë I shpërndar në disa zëra, ku pjesa më e madhe do të fokusohet tek arsimi, mbrojtja nga zjarri, mbrojtja sociale dhe rritja e pagave.